Miq Prizmës, një nga ngjarjet e mëdha ndërkombëtare ose dy ngjarjet mëdha ishte ekzekutimi në mënyrë tragjike në Australi të njerëzve të mbledhur në plazh. Keni parasysh se në Australi, nëse këtu është dimër, në Australi është verë. Njerëz të çoditur, të çmendur, anti hebrejve dhe ishte një fest, në fakt, që po e festonin aty, që i ngjante pak a shumë asaj që ka ndodhur para disa viteve, edhe që provokoi pastaj edhe akmarrjen e madhe të Izraelit, por kësaj radhe në Australi. 2 vetë duke qelluar mbi njerëzit. Mos ishin gjithë hebrej, aty ishte edhe australian, ishin njerëz nga më të ndryshmet, por praktikisht festa ishte e tilla. U vranë 12 edhe plagosën, nuk e di, mbase 20 ka shkuar numri, 30, derisa është bërë një ndërhyrje e një individi dhe pastaj edhe policia për t'i kapur, për t'i eliminuar. Pati polemika midis Izraelit dhe Antonio Albanese, që është kryeministri me origjinë shqiptare e Australisë. Dhe njëkohësisht në një universitet të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku ndërhyn njëri, vret 2 vetë, mund të kenë shkuar 3 tash dhe plagos 10 tjerë. Ajo që desha trajtoja unë është se askërkush nuk u çua për të kërkuar dorëheqjen e qeverive. Imagjino të kishte ndodhur në Shqipërinë tonë kjo punë. Tu rripen jashtë shkollës, theren me thika kështu. Të rinj të cilët janë produkti keq i familjes tyre dhe i shoqërisë sonë, sigurisht, por në radhë parë produkt i përgatitur kriminal i familjes, pa kontrollin më të madh të saj ndonjëherë në jetën tonë, në shoqërinë shqiptare. Familja ka marrë fund edhe në Shqipëri, ashtu si kur edhe në Evropë. Familja nuk edukon më. Pastaj e vën fajin shkollës, e vën fajin shoqërisë për mos me pas faj më, e vën fajin qeverisë, shajnë qeverinë e Edi Ramën, kështu nuk e mban fajin kërkush. Kur fajin kryesore ka familja shqiptare, ka kry punë që janë një familje që mban fëmijët në kontroll. Sidomos djemtë e mosës 11 deri në 14-15 vjeç, sa fillon e xhen mend, kthehen në 3. Por pjesa adoleshentës edhe rinisë hershme. S'ka familje që i marrën në kontroll, një pjesë tyre të ardhur nga zonat folklorike, rurale, që kanë mbushur zonat suburbane të qytetit. Ata janë të jashtëzakonshëm për nga rrezikshmëria e tyre. Kanë mbushur dhe shkollat e qendrës edhe të preferistësh. Megjithatë, dhe gjithë vrasjet në Australi dhe në Amerikë, askërkush nuk u çua, në opozitë thrasi t'japi dorëheqjen kryeministrit, ministri i arsimit, ministri i brendshëm e tjerë. E shikojnë si një ngjarje e cila ka ndodhur është fatkeqësi e madhe, por që duhet përballur. Në Shqipërinë tonë të mësuar, në Shqipërinë e Sali Berishës, dhe të gjithë si Sali Berisha, janë mësuar pastaj që të bëjnë, relativizojnë gjithë, ta bëjnë shoqërinë pis siç e kanë zakon, të shëmtojnë gjithçka sepse ky është zakoni i tij. Kjo është e para që dëshoj të them. E dyta është një fjalim po aq kriminal që mundohet të bëj drejtuesi tashmë në rrshqitjet plot mendore dhe organizative Sali Berisha, i cili thotë kjo qeveri dhe Edi Rama nuk rrëzohet me zgjedhje dhe me mënyra paqësore. Rrëzohet me protesta dhe me akte të tilla. Sali Berisha në fakt ndron 97 po, gjë që nuk ja lejon kërkush më. E para nuk ja lejon mosha, nuk ja lejon të tijet më. Njerëzit i kanë ikur, i kanë mbetur vetëm ato besnikët që s'janë për kur gjë. Çfarë mund të bëjnë Josefina Topalli? Kë mund të çojnë si shkojnë mbrapa as njerëzit e vet. Çfarë mund të bëjë Tritan Sheva? Kush i shkon mbrapa më Flamur Nokës? Kush i shkon mbrapa më Tavokshit? Kush i shkon mbrapa këtyre djalit Fari Balliut? Kush i shkon mbrapa këtyre më? Kë ndjek? Cili popull i ndjek mbrapa këta? Kush i ndjek mbrapa këta? I ka kthyer të gjithë si veten. Apo i shkojnë mbrapa asaj tabakes? Duket sikur bën shumë të moderuar, në vërtetë është më keq se Sali Berisha dhe ajo. E vetmja gjë e madhe që ka ajo është të shesin mend me shifra dhe fakte, por që t'i shkojnë mbrapa njerëzit asaj është pak e vështirë. Tash nuk i besojnë as atë më. Sigurisht shumë më e mirë se Sali Berisha, absolutisht. Këtë ta keni të qartë, pas atë nuk e besojnë më. Cilë do besojnë më?
Këtë do besojnë, asë kërkën. Mirë po ai ndërron se mund të shoj protesta mashtore, se protestat mund të rëzojnë qeverit këtu. A thua se nuk i ka provuar me 10 herë, me 100 herë, ai është vrasë si protestës në Shqipëri. Ai e ka përsëritur kaq shumë protestën pa rezultat, bashkë me pupilin e tij dikur Lulzim Bashën, sa njerëzit vetëm kur e dëgjojnë fjalën protest, ju vjen për të vjedhë. Ati shkojnë mrapa vetëm disa tipa pa dham në gojë dhe që ju del një byrek për të bërë një protest, edhe ca të tjerë që janë matrapazet e tij politik, ose nëse ka qef është për të thënë kjo punë, patronazhistët e Partisë Demokratike i shkojnë mrapa, po ata janë pak. Edhe nuk janë si patronazhistët e Partisë Socialiste që bëjnë punë. Këta nuk bëjnë as punë, këta janë si kofini pas vjelit, thot Noli, dhe këta janë tipat të cilët duhet t'ju çosh edhe ushqimin. Gati se këta nuk dinë të bëjnë asgjë. Ta bëjnë vetëm fjalë dhe përfitojnë nga Sali Berisha. Asgjë tjetër më tepër se sa kaq. Kush do të shkojë mbrapa këtyre? Kush kë frymëzojnë këta? Pra ai sigurisht për të mbushur mendjen kështu që është anti-Rama, në të vërtetë familja e tij përfiton nga Rama dhe leje ndërtimi dhe shumë gjëra të tjera që po i prishmin punë në të vërtetë, edhe sigurisht që fjalët janë, veprat janë zero me bisht, është në shkatrim të plot derisa ta degradojë deri në atë pikë Partinë Demokratike që jo shoqat, po as shoqat s'ka përqen. Ky është detyrimi. Sali Berisha është si dy pika ujë i ngjashëm me Enver Hoxhën. Ai kishte marrë përsipër të vriste, pushkatonte, të internonte komunist, idealist dhe e bëri. Po kështu edhe Sali Berisha. Të njëjtin sifat edhe surrat ka. Ka marrë përsipër të degradojë, të largojë nga Partia Demokratike demokratët. Enver Hoxha, komunistët, idealistët, ky demokratët. Janë stalinistë të dy. Vrasin llojin që thonë që i përkasin. Në të vërtetë janë kriminalet e idealit tyre. Sigurisht nuk kanë ideale vetë, as Enver Hoxha s'ka pas ideal komunist, as Sali Berisha nuk ka pasur ideal demokratik. Janë të dy stalinistë, vrasës dhe maskaret idealeve. Sigurisht kjo vërtetohet plotësisht në zhgënjimin e jashtëzakonshëm të demokratëve kudo në Shqipëri. Edhe tash ai luan pjesën. Ndërkohë jeton me ëndrrën që sigurisht ja plotson vetëm Edi Rama, kërkush tjetër. As kërkush tjetër. Po kështu janë edhe dy tipat që dalin. Edhe ai Adriatik Llapaj edhe Arlind Qorri. Vjen keq po dhe ai nuk frymëzon as kërkan. Mund nxjerrë në një njeri më tepër para parlamentit, sigurisht nuk është si Adriatik Llapaj, është e para punës si ai, nuk është mitoman si ai, edhe ignorant si ai, edhe njëkohësisht keqan si ai, edhe i shoqëruar me vagabonda si ai, edhe njerëz të ujit të tritarit. Por dhe ai nuk është i Zotit mbledhë njerëz. Imagjino Adriatik Llapaj, i keq përdorur në gjitha drejtimet. Në një dashuri urrëtie me Endris Shabanit, i cili sigurisht zgjidhi problemet se është shumë i zgjuar, shumë intelektual që sa ai. Kurse ky duke qenë folklorik, duke qenë edhe periferik, njeri që nuk flet dot as si të them tash, as standardin e gjuhës shqiptare, dhe sigurisht pastaj edhe nga përfitimet e mëdha që ka. Ai nuk mund të bëhet frymëzim për asnjë lloj shqiptari normal në botë. Për asnjë. Ka disa një 200 vetë në Facebook, të cilët sigurisht janë ngjajnë llapazanëve edhe gojndyrëve të lëvizjes vetëvendosje në Kosovë. Ky nuk është as Albin Kurti, se Albin Kurti normalisht është njeri i ditur, ka lexuar më tepër se sa ky. Ka disa domene të mirë ngritura në tru për sa i përket nacional majtizmit të tij, nacional shovinizëm majtizmit të tij. Ky s'ka asnjë lloj domeni politik. Ky nuk ka asnjë lloj principi, parimi politik.
Ky është njeri që kur nis të flasi e te kalon për nga grotesku Sali Berishën dhe për nga ndyrësira që përdor si politik dhe këta lumpen proletariatin që ka mas vete edhe këto që duken në Facebook. Është më keq ky se sa ata. Kë mund frymëzojnë ta? Si mund t'i leje Adriatik Llapajt Shqipëria në dorë? Shqipëria në dorë më parë i le diktatorëve se sa një njeriu të çmendur si puna e tij. Njeriu i cili sigurisht kërkon të bëjë namin duke qenë i vetëm, duke mos e përkrap kërkush. Për ndryshe sa ditë ka që ka dalë atje do ishin mbledhur një 20.000 vetë ose 30.000 vetë, pas kërkush nuk i shkon. Dhe çfarë bëjnë? Shajnë shqiptarët nëpër Facebookun e tij, edhe Facebookun e miqve të tij, shajnë shqiptarët, rrinë karrike, dembelane, dele, shqiptar poshtër, si vjet. Edhe pse bëhet shqiptari i tillë ke Facebooku i lexojeni, Facebookun e Adriatik Llapajt çfarë thon? Zhëmilet e tij që janë masti për shqiptarët edhe për Shqipërinë. S'ke kur gjatë tjetër dhe msharje kundër shqiptarëve që si shkojnë Adriatik Llapajt me vete. Imagjino këta janë më të këqij se Sali Berisha. Shumë më të këqij se Sali Berisha. Sali Berisha është i edukum, ka mbaruar një shkollë, Adriatik Llapaj është i hurit dhe i tarit, s'ka mbaruar asgjë. I ka marrë gjitha me si të them tash. I ka marrë në kohë demokracie. Imagjino sa burr i ka marrë. Dhe i përdorsin në kohë demokracie dhe projektohet si në kohë demokracie, në bazë të arrogancës, ignorancës dhe krijimit të postulateve, pikërisht në bazën e dy vetive më degenerative, më të qelbura që ka shoqëria shqiptare, është arroganca e shprehur në arrogancë sipër. Njeriu më emblematik kohën e sotme është Adriatik Llapaj. Dakord miqtë e mi. Ne ka që edhe është e kotë është e fundit është që sigurisht u bë një debat edhe për punën e atyre trimave BKH-s. Ka ndodhur një diçka që amerikanët sigurisht nuk do furnizojnë më, nuk do merren më me argjime parash të ndërtimit të strukturave të drejtësisë. E sidomos të këtyre të posaçmeve. Edhe unë jam me Manjanin kur thotë që kur ke ndërtuar disa të posaçme, ato do të jenë me kohë të shkurtër, me kohë të limituar, sepse përndryshe ato do sillen si horra. Një diçka që konsiderohet e posaçme, do të thonë që nuk mund të zgjasin kohë. Koha nuk është e posaçme. Kushtetutat nuk janë të posaçme, janë të vazhdueshme. Po ashtu është edhe SPAK-u, po ashtu është GKK-ja. Këto kur thonë të posaçme, do të thonë do egzagerohen. Një prej egzagerimeve është ajo që futen duke pasat hajnen. BKH-ja, si më thanë, donte një farë mënyrë të shqipte mend edhe këtyne të kryeministrisë, të thoshin shiko se ne jemi të fortë, dime edhe ke ju. Ndërkohë që aty është garda. Dhe normalisht kishin për të çarmatosur, ata e dinin. Por në të vërtetë shkohet i parë matosur, e sidomos dhënia përgjigje që shiko, ne kemi ligj të mbajtjen e armëve, ato se diskutojnë kush mbajtjen e armëve. Ati që i japi përgjigje, kryeministri ju ka nënshkruar atë mbajtjen e armëve, ose i ka pranuar ligjin e mbajtjes së armëve nga ana tyre. Imagjino si në çfarë drejtë ignorantësh edhe arrogantësh jemi. Po, këta ekzistojnë, sepse janë struktura të posaçme. Dhe ky debat do ekzistojë derisa të ekzistojnë strukturat e posaçme. Dhe këto struktura të posaçme, sidomos me njerëz të tillë posaçëm, që duan të kthejnë sipër, kthejnë shtetin në shtet posaçëm. Sa më struktura të posaçme të keq, aq më shtet posaçëm ke. Sa më shtet posaçëm ke, aq më shtet represiv, shitmendës, porllac është. Edhe sigurisht me një kobure në brez, bëjnë njësoj si ata që janë rrugë, që kur kanë 2 lekë dhe një kobure, pastaj duan të terrorizojnë gjithë popullsinë. Kështu si edhe këto, njësoj. Sepse sigurisht ju mungon etika, ju mungon përgjegjësia ligjore, ju mungon përgatitja, ju mungon morali, ju mungon gjithçka. Është një produkt jashtëzakonisht i keq, jashtëzakonisht i keq. Dhe ky produkt, sidomos në kohën e sotme, shfaqet në mënyrë absurde edhe ke sistemet e drejtësisë, sidomos ato sisteme drejtësie që e quajnë veten të posaçëm. Të posaçëm do të thonë që unë i veti gjithë në kam, kam të mia dhe i shtypi me kam. Duke mos pyetur për sisteme kushtetuese, për sisteme të cilët ti nuk mund t'i prekësh dot aq kollaj. Sepse sigurisht ato kanë një mbrojtje, sepse këtë mbrojtje e jep edhe kushtetuesi. Kaq desha t'u them, miqtë mi. Këto ishin ato që desha të bisedoj me ju sonte.